Pasaporta e Republikës së Kosovës ka shënuar ngritjen më të madhe ndonjëherë në indeksin e pasaportave Henley, duke u renditur në vendin e 65 për vitin 2025. Kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti ka theksuar se ky sukses është dëshmi e forcimit të shtetësisë së Kosovës dhe rezultati i përpjekjeve të qeverisë në këtë mandat, nga liberalizimi i vizave me zonën Schengen deri te intensifikimi i marrëdhënieve diplomatike me shtete të ndryshme anë mban botës. Ai ka thënë se kjo është një përmirësim i ndjeshëm nga vendi 68 në vitin 2024 dhe një hap gjigant krahasuar me vendin e 108 që mbante në vitin 2021 me pasaportën tonë, e cila po bëhet gjithnjë më e njohur ndërkombëtarisht. Përfaqësohemi denjësisht, udhtojmë në shumë vende pa vizë dhe fuqizojmë Republikën tonë, deklaroi Kurti.